një atmosferë të veçantë festive, sonte është mbajtur koncert festiv nga Shkolla e Muzikës Prenkjakova në Gjakov. Mbrëmja u karakterizua me interpretime artistike të veprave të përzgjedhura, të realizuara nga kori i shkollës, orkestra e shkollës si dhe orkestra përbërë nga nxënës dhe mësimdhënës. Drejtori në Shkollën e Muzikës Prenkjakova, Kastriot Sada, tregoi rreth këtij koncerti të mbajtur në vigjilje të festave të fundvitit. Ka vite më radhë që Shkolla e Muzikës Prenkjakova Gjakov në vigjilje të festave të ndryshme organizon koncerte të karakterit të festave përkatëse. Edhe këtë mbrëmje, koncerti i cili u shfaq në Shkollën e Muzikës Prenkjakova Gjakov, organizua koncert me rastin e përfundimit të gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2025-26 dhe po ashtu organizua edhe përndjerë të festave të fundvitit, Krishtlindjes dhe vitit të ri. E veçanta këtij koncerti ishte që pos pikave solistike, dueteve, muzikës kamartale, u prezantua edhe kori i Shkollës së Mesme të Ulët të Muzikës, kori i Shkollës së Mesme të Lartë të Muzikës, orkestra e Shkollës së Mesme të Ulët të Muzikës dhe orkestra e Shkollës së Mesme të Lartë të Muzikës, ku në këtë orkestër e veçanta e këtij koncerti ishte sepse kanë luajtur bashkë nxënësit me mësimdhënësit e tyre. Pjesë të këtij koncerti ishte edhe nxënësja Buna Morina, e cila shprehu emocionet e saj pas performancës. Koncerti për këtë fundvit shkoi shumë mirë, për që edhe nga publiku që ishte i mbushur. Falënderimi takojnë mësimdhënësve edhe drejtorit tonë Kastriot Sadas. Koncerti festiv u përmbyll duke dëshmuar edhe një herë rolin e rëndësishëm të Shkollës së Muzikës Prenkjakova në jetën kulturore të Gjakovës.